Muaji i shenjtë i Ramazanit e ditëve të fundit ka frenuar lëvizjen e qytetarëve të Kosovës drejt Shqipërisë, pjesa më e madhe të cilëve janë me agjërim. Pavarësisht kësaj, policitë kufitare të dy shteteve kanë operuar me procedurën e thjeshtëzuar të kalimit të kufit pa kontrolle për mjetet me targa të Shqipërisë e Kosovës. Sipas policisë kufitare, në fundjavën që përkohej edhe me festat e 7 dhe 8 marsit, kanë hyrë në territorin e Shqipërisë rreth 7300 shtetës shqiptare të huaj me rreth 4600 automjete, ndërsa në dalje nga Shqipëria drejt Kosovës, rreth 8200 shtetës shqiptar e të huaj me rreth 5000 automjete. Kujtojmë se prej datës 1 mars deri me 30 prill është rikthyer procedura e kontrollit për periudhën 2 mujore deri në nisjen e sezonit të verës. Rikthimi i procedurës së kontrolleve gjatë ditëve të javës për periudhën e 2 mujore është pjesë e marrëveshjes ndërqeveritare dhe ministrive të punëve të brendshme të dy shteteve, ndërsa nga data 1 maj rikthehet procedura e kalimit të lehtësuar të kufirit pa kontrolle për periudhën 9 mujore. Procedura, e cila më herët zbatohej vetëm në pikën e përbashkët kufitare Morin Vërmic, tashmë është në fuqi edhe në pikat e tjera të kalimit kufitar të Shqipërisë e Kosovës në Kukës, Has e Tropoj. E bashkë me to, prej qershorit të vitit të kaluar, funksionojnë edhe 21 vendkalime të lehtësuar të kufirit pa kontrolle gjatë brezit kufitar në një distancë të 30 kilometra në të dy anët e tij.